Në zgjedhjet e mbajtura dje, sipas rezultateve preliminare, vetëvendosja ka fituar pa balotazh në Podujev, Kamenic dhe Shtime. Me votat nga diaspora mund të dalë që e kemi fituar edhe Gjilanin pa balotazh, që i bie në 4 komunat ku kemi qeverisur në këto 4 vitet e fundit, po vazhdojmë pa balotazh. Ndërkaq jemi në balotazh në 12 nga 17 komuna sa kanë shkuar gjithsej në balotazh nëse e përfshim edhe Gjilanin aty. Rezultatet tregojnë qartë se lëvizja jonë jo vetëm që e ka ruajtur rritjen nga cikli në ciklin tjetër zgjedhor, por është ngritur si forca kryesore politike në Republikën e Kosovës edhe në nivelin lokal. Kjo është dhurata më e çmueshme, urimi më i mirë që kemi marrë nga populli i Kosovës në këtë 20 vjetor të lëvizjes vetëvendosje civile. Ajo që ka ndodhi me 12 tetor rreth raportimeve për Mitrovicën duhet hetuar e hulumtuar. Nuk bëhet fjalë vetëm për një huqje, por për një inxhiniering të paramenduar për ndërhyrje flagrante në procesin zgjedhor. Exit pollet e prezantuara gabimisht me 16 pikë të përqindjes, dallim e më tepër se aq nga më shumë se një organizat dhe për të njëjtën komunë, dhe postimi i lajmeve të rreme se kush ishte fituesi ende pa u mbyllur vendvotimet, nuk janë thjesht një huqje. Kjo është cenim i demokracisë, i zgjedhjeve të lira dhe integritetit e i sigurisë të shtetit tonë. I ftoj organet e drejtësisë dhe të sigurisë që të merren me këtë çështje. Pjesa e parë e garës përfundoi mbrëm. Nga sot ne i përvishemi punës për balotazhin. Synimi ynë është i qartë që kandidatët tonë të fitojnë edhe në këto komuna dhe të kthehet ose të vazhdoj qeverisja e mirë të cilën qytetarët e meritojnë dhe që komunat tona të ecin përpara me zhvillim e mirëqenie, drejtësi dhe barazi. Neve na nevojitet që sot dhe nesër ta bëjmë një analizë gjithëpërfshirëse e të hollësishme, edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të raportit të rezultatit zgjedhor me fushatën që bëm. Vetëm pas kësaj analize do t'i bëjmë planet dhe përgatitjet e duhura për rrugën përpara, gjithnjë në bashkëpunim aq të ngushtë saqë në udhëheqje me kandidatët që i kemi në balotazh.